këtë edicion do të ndihni. Vizita për 3 ditë rresht të përfaqësuesit special të BE-s Miroslav Lajçak në Kosovë nga profesorit i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti po shihet si rutinore. Hoti tha se vizita e tij ishte paralajmëruar kohë më parë. Në spitalin e përgjithshëm të Gjakovës janë duke u trajtuar edhe 12 pacientë nga Shqipëria e që janë të infektuar me Covid. Një grua nga Gjakova ka tentuar të vetvritet duke konsumuar medikamente në sasi të pakontrolluar. E njëjta është dërguar në spitalin e Gjakovës dhe është duke u trajtuar. Në fshatin Bes të Gjakovës nga sot ka filluar të ndërtohet shtëpia e re familjes 5 anëtarësh Azemi. Mirëmbrëma, ju njohim tani më gjerësisht me informacionet e përgatitura. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, sot do të nisë vizitën e tij në Ballkanin Perëndimor. Lajçak në Kosovë do të qëndrojë për 3 ditë duke filluar nga sot e deri më 3 mars. Diplomati slovak agjendën e takimeve do ta nisë sot pasdite me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Ende nuk është bërë e ditur sakt ora e takimit në mes tij dhe Kurtit. Pas Kurtit, Lajçak do të zhvilloj takime edhe me ushtruesen e detyrës së presidentës Vjosa Osmani. Takimi në mes Osmani dhe Lajçak do të zhvillohet nesër në orën 8. Lajçak do të zhvilloj takim edhe me kryeministrin në detyrë Avdullah Hoti. Zëdhënësja i qeverisë Antigona Baxhaku Idrizi ka thënë se po do të ketë takim, por në orën e takimit do të njoftohen me kohë. Lajçak po ashtu do të zhvilloj takim edhe me kryetarin e AAK-s Ramosh Haradinaj. Takimi do të mbahet nesër në orën 11. Ndërkaq nuk dihet nëse Lajçak do të ketë takim edhe me kryetarin e në detyrë të PDK-s Enver Hoxhaj. Miroslav Lajçak pas vizitës në Kosovë do të qëndrojë për vizitë edhe në Serbi dhe Maltëzi. Vizita për 3 ditë rresht e përfaqësuesit special të BE-s Miroslav Lajçak në Kosovë nga profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti po shihet si rutinore. Hoti tha se vizita e tij ishte paralajmëruar kohë më parë. Madje sipas tij, ky është sinjal që dialogu Kosovë-Serbi duhet të rifillojë menjëherë pas formimit të qeverisë së re të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Po parimisht është prit, sepse në mënyrë të vazhdueshme kemi pas paralajmërimet që pas zgjedhjeve në Kosovë duhet të intensifikohet agenda e bisedimeve. Dhe tash i duket ky proces po merr formë pas përfundimit të zgjedhjeve në Kosovë dhe administratës së re amerikane. Hoti u shpreh po ashtu lidhur me deklarimet e shefit të zyrës së BE-s Thomas Young, që Kosova duhet të bindë vetë shtete që nuk e ka njohur, duke theksuar që puna kryesore e marrjes së njojeve është për të argumentuar që shtetësia jonë të pranohet dhe jo të shtrejnë dorën aty ku nuk munden. Normalisht këtu mendoj që është deklaratë e cila qëndron relativisht për faktin që u mor vesh puna kryesore e marrjes së njohjeve është çështja e bindjes nga autoritetet kosovare. Lajçak do të vazhdojë vizitën në Serbi nga 3 deri më 4 mars dhe gjithashtu do të vizitojë malin e Zit si pjesë e mandatit të tij rajonal nga 4 deri më 5 mars. Lajçak planifikon të takohet me udhëheqjen politike të 3 partnerëve të Ballkanit Perëndimor, si dhe me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në terren. Vazhdojmë edicionin dhe sjellim një raport të rasteve me Covid në spitalin e Gjakovës. Rritja e numrit të personave të infektuar me Covid-19 po reflekton tashmë edhe në numrin e përgjithshëm të hospitalizuarve në spitalin rajonal Isa Grezda në Gjakovë. Gjendja epidemiologjike ka filluar të rëndohet, jo vetëm në Kosovë, por edhe në institucionin tonë. Sot me raportin e mëngjesit që kena marrë, i kemi 84 pacientë hospitalizuar. Pra është numri më i lartë mbas vitit të ri e pacientëve të cilët janë të hospitalizuar. Në këtë shifër hyn edhe pacientët të cilët trajtohen nga Shqipëria, të cilët janë 12 persona nga zonat të ndryshme të Shqipërisë. Gjendja e pacientëve është si më poshtë, në respirator janë 2 pacientë, si pap mask janë 2, 40 pacienta janë në oksigjenoterapi të kohë paskëshme, 53 kemë pozitiv, 16 negativ, 15 janë të pakonfirmuar që pritet të testohet ose i presin rezultatet.
Aktualisht spitali ka kapacitete, por ato po mbushen dita ditës, shton Shala. Kapacitetet spitalore bëhet sipas numrit shtretër që kemi, ka akoma vende të lira, ka akoma vende, po gjendja është duke vështirësu, për shkak se duhet ditër që ne kemi vetëm 2 mjek infektolog, ne kemi vetëm 2 pulmolog, edhe gjendja për çdo ditë më shumë po rëndohet. Sa i përket stafit të spitalit, aktualisht Covid pozitiv janë 1 mjek, 2 infermierë si dhe 2 të tjerë nga stafi mbështetës. Po në spitalin e përgjithshëm të Gjakovës janë duke u trajtuar edhe 12 pacient nga Shqipëria, e që janë të infektuar me Covid. Nga pulmologjia po dërgojnë për në repartin e njësisë koronare pasi që gjendja saj shëndetësore është rënduar si pasojë e virusit COVID-19. Ndryshe nga ajo, pacientët të tjerë të cilët po trajtohen në pulmologji dhe neurologji në spitalin e përgjithshëm në Gjakovë janë në gjendje stabile. Kështu tha pulmologu Plorat Hadri, cili ka 1 vit tashmë që merret me trajtimin e këtyre pacientëve. Jemi këtu në repartin e pulmologjisë, ku po trajtohen 38 pacient, ndërsa 7 prej tyre janë nga Shqipëria. Për të ditur më shumë se si është gjendja e tyre shëndetësore, unë do të marr disa informacione nga doktor Plorat Hadri. Doktor na trego për gjendjen shëndetësore të këtyre pacientëve të cilët po trajtohen në këtë repart. Së pari mirë dita, mirë se keni ardhur. Në këtë repart si dhe në repartin tjetër që janë të lidhur 2 reparte, trajtohen kryesisht pacienta me Covid. Gjithsej për momentin kur ne bisedojmë janë 38 pacienta, për këtyre 27 konfirmuar me Covid pozitiv, tjerë priten mu konfirmu. Ne si Spitali Gjakovës i kemi edhe regionin e Malishevës, Raoveçit, edhe regionin e Hasit të Tripolës. Në këta i kemi edhe 7 pacienta si that nga Shqipëria, të cilët janë duke u trajtuar. Spitali Isa Grezda ka hapur dyert edhe për pacientët nga Shqipëria, kryesisht nga zona Malësisë së Gjakovës dhe Hasi. Në mesin e atyre që është trajtuar këtu është edhe Shaqir Gaxha, i cili sot erdhi për vizitën e fundit, pasi që tashmë ai ka kaluar sfiden me koronavirus. Kemi ardhur para 18 ditë, shoqja atë mrapa kemi ardhur. Këtu kemi gjetë një shërbim të shkëlqyeshëm, falë të ekipit doktorësh, infermierësh, edhe komplet ekipi i spitalit tu, kishte një harmoni të madhe shumë. Gjitha pavionet me një rast të ranë të një pacienti u mbledhshin edhe kishin. Ne jemi shumë të kënaqur me shërbimin e këtij spitali këtu. Ani pse atyre është dashur që të udhtojnë nga Shqipëria për në Gjakovë, u shprehën të kënaqur me shërbimet dhe angazhimin e stafit mjekësor. Unë jam nga Hasi Shqipërisë, kam marrë me mamin tim këtu, jam që 2 muaj gjys. I falenderoj doktoreshat, infermierët punojnë pa u lodhur. Komunikimi është shumë i mirë. Sa ç'është gjendja e nënës? E kam për shumë keq, ka ca ditë sa pak më mirë. U pa që për mantelbardhët situata është e menaxhueshme deri më tani. Trajtimi i secilit pacient bëhet varësisht nga gjendja shëndetësore. Disa prej tyre janë me oksigjenoterapi, të tjerë me CPAP mask dhe respirator. Kam marrë në gjendje të rëndë. Jam shumë mirë, falë punës, se t'ja nisë të drejtori mjeki për të gjitha. Jem mirë njësë për të tanë. Edhe, inshallah edhe Zoti e bën mirë, se mi të para ati, po puna kryesore është të mjekët. Aktualisht në spitalin e Gjakovës janë 12 pacient nga Shqipëria të infektuar me Covid-19, të cilët po trajtohen në reparte të ndryshme. Një grua nga Gjakova ka tentuar të vetvritet duke konsumuar medikamente në sasi të pakontrolluar. E njëjta është dërguar në spitalin e Gjakovës dhe është duke u trajtuar. U raportua se një grua nga komuna e Gjakovës tentoi të vetvritet duke konsumuar medikamente. E njëjta është dërguar në spitalin e Gjakovës dhe është duke u trajtuar. Ne u interesuam të mësojmë më shumë detaje rreth rastit, por mjeku kujdestar që po merrej me të hospitalizuarën nuk pranoi të flasë për mediumin ton dhe të tregoj për gjendjen shëndetësore të saj. Sipas një komunikate nga policia e Gjakovës bëjnë të ditur se me datë 28 shkurt 2021 rreth orës 10 stacioni policor Gjakov ka marrë informant nga emergjenca spitalit rajonal
se kishin pranuar për tretman mjekësor viktimen e lartcekur, e cila sipas tyre dyshoi që kishte tentuar të vetvritej, duke konsumuar medikamente në sasi të pakontrolluar. Viktima është dërguar në spital nga dëshmitarja e lartcekure Ëma. Patrulla ka shkuar në spitalin rajonal të Gjakovës, të cilët po ashtu kanë raportuar se gjendja e viktimës sipas mjekut është jashtë rrezikut për jetë, mirë po e njëjta nuk është në gjendje për t'u deklaruar. Sipas dëshmitares, viktima këtë veprim e ka kryer nga presioni i cili ka ardhur nga një i dyshuar, më të cilën viktima është në lidhje jashtëmartesore. Lidhur me rastin janë njoftuar njësia e hetimeve dhe hetimet rajonale, të cilët së bashku me patrullat policore janë në kërkim të personit të dyshuar për shtytje. Siç mësohet, motivi i konsumimit të medikamenteve dyshohet të jetë presioni shkaktuar nga i dashuri me të cilin viktima është në lidhje jashtëmartesore. Në fshatin Bec të Gjakovës, nga sot ka filluar të ndërtohet shtëpia e re e familjes 5 anëtarëse Azemi. Kjo është gjendja familjes 5 anëtarëse Azemi nga fshati Bec i Gjakovës. Kushtet të vështira ekonomike në cilat po jeton tash e 5 vite, bashkim Azemi me gruan dhe 3 fëmijët të tij kanë bërë që ata të kërkojnë ndihmë nga bamirësit. Gjithçka që ata kanë është kjo dhomë e cila nuk plotson as kushtet elementare për banim. Unë me një dhomë jetoj, kjo dhoma tjetër është e kunatës, një banjë kena të dyja, këto hajmë, pim, flem, presim mysafir, që kjo është, që këto kushte i kam. Sa është vështirë me jetu kështu? Si që shifni është shumë e vështirë, sidomos për mua shumë e vështirë, me 3 fëmijë të vegjël, është shumë e vështirë. Krye familjari falënderoi vullnet mirë që po i dalin në ndihmë. Por sot fati i buzëqeshi kësaj familje. Bamirësit janë ata që mundësuan fillimin e ndërtimit të shtëpisë. Është shoqata humanitare Bereqeti, i cila së bashku me bamirësit bashkuan forcat me shumë donatorë të tjerë për të zgjidhur një herë mirë jetesën e familjes Azemi. Në kohë pandemisë kemi me shpërnda pak ushqimore me motrën e nduar Maria, dhe iniciativa që njoftu me këtë familje ka qenë e saj. Ne të në kohë dhe policia e Kosovës ka bërë kërkesë më herët kujdesin për këtë familje, mamën Barlindes. Dhe tash e premtum ku ishim kohë pandemia në fillim të marsit të startojmë me një shtëpi të re. Duke ditë se ky jeton vet i pesti, ka 3 djem, djalin e ka të smut, madhin me zemër, lozot ta shëron dhe kushte për jetesë nuk ka. Fillimisht falenderoj gjithë donatorët që vish kanë filluar paraqiten si Blero, si Ramizi, si Muja, që nga fshati Bez dhe presim të tjerë. Ndarë Zoti për një kohë shkurt të njoftimit që bën të vështirë me stafin e tij, të arrijmë të gëzojmë sa më shpejt duke ruar qesat në dorë. Fshati Bes njihet për tolerancën fetare, edhe këtë herë u bën bashk musliman e krishterë, kështu tha Marian Doja, i cili njëherët është edhe drejtori i shkollës së këtij fshati. Sot fshati Bec ka një gëzim të jashtëzakonshëm, sepse me iniciativën e hoxhës Abdurrahmanit po fillon ndërtimi një shtëpie për një familje e cila ka pas shumë nevojë, sa i përket çështjes besimit na jemi vllazër, sidomos fshati Bec u karakteristik se jemi prej 4 vllazë 2 besimet. Ata është midhon model edhe tjerëve. Falëndërues për këtë iniciativë u shpreh kryetari i Bashkisë Lokale Shkelzen Maxhuni. Kam një lutje të veçantë për bashkëvendas tonë dhe gjithë ata që kanë mundësi dhe dëshirojnë të na ndihmojnë për përfundimin e kësaj shtëpie, i kisha lutur që sadopak për ta për ne është shumë. Gjithçka që kërkohet nga vullnetmirët është të kontribuojnë sadopak për të finalizuar ndërtimin e kësaj shtëpie. Gjatë vitit 2021 janë arrestuar 12 punonjës policor dhe 23 sish janë suspenduar, ndërsa janë pranuar 244 ankesa nga qytetarët ndaj zyrtarëve të policisë. Kështu ka bërë të ditur kryeshefi i Inspektoriatit Policor të Kosovës, Kushtrim Hoda. Tutja i tha se vendosja masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19 ka rezultuar me shumë ankesa nga ana qytetarëve kundrejt punonjësve policor. Viti që lam pas po edhe ky vit që bëhym është vit me specifika të veçanta për shkak të pandemisë, edhe angazhimet e policisë kanë qenë më të mëdha për shkak të kufizimeve që kanë rrjedhur si rezultati i vendimeve të qeverisë për masat kundër Covidit. Raste të ushtrimit të dhunës fizike dhe psikike të kryera nga pjesëtarët e policisë së Kosovës ndaj qytetarëve janë raportuar përmes video incizimeve nga mediat në vend.
Zyrtarët policor janë të autorizuar që të përdorin edhe forcën kur është e nevojshme, kur është e domosdoshme dhe kur përdoret ajo duhet të jetë proporcionale dhe në harmoni me rregullat e ligjit dhe rregullat e brendshme të policisë. Kryeshefi Hoda tha që numri i ankesave për këto 2 muaj që kanë marrë nga ana e qytetarëve është rritur për 20% më shumë dhe numri i tyre ka shkuar deri në 244. Janar dhe kjo pjesë e shkurtit deri sot është numri i ankesave që kemi pranuar deri më tani është 244, është një numër konsiderueshëm i lartë, është diku në masën 20% më i lartë se sa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Ai tha që vazhdimisht do sigurohen që hetimet të jenë sa më të shpejta dhe sa më profesionale dhe të arrijnë të dokumentojnë rastet ku ka shkelje. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës së Kosovës ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar i Shëndetit Publik që punëtorët e arsimit të kenë si prioritet për të vaksinuar me vaksinat kundër COVID-19. Mirë po, eksperti i arsimit Rinar Qaja ka thënë se kërkesa e Zbashkut është drejtë tyre, mirë po sipas tij prioritet në shpërndarjen e vaksinave duhet të përcaktohen nga institucionet e tjera përgjegjëse, siç thot ai nga IKSHPK-ja dhe MSHA-ja. Kërkesa e Zbashk për prioritet në shpërndarjen e vaksinave është drejtë e tyre, dhe besoj që komuniteti i mësimdhënësve paraqet një grup të ndjeshëm. Mirë po rikujtoj që prioritetet në shpërndarje të vaksinave duhet të përcaktohen nga instituciona tjera përgjegjëse, në këtë rast Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë. Mës tjera Qaja ka shtuar se në bazë të statistikave që kanë shpërndarja e virusit në shkolla është më i vogël duke krahasuar me çfarëdo ambienti tjetër. Neve vlerësojmë dhe me statistika që na ka prezentu dhe më tash, që shpërndarja e virusit në komunitetin e shkollës është shumë e vogël në krahasim me çfarëdo ambienti tjetër. Ajo që ka neve mungojnë është në një komunikim më të duhur dhe më të hapur nga institucionet e shëndetit publik me komunitetin e shkollës në mënyrë që po të njëjtëve në vazhdimsi të sigurohet që shkolla nuk paraqet një rrezik më të lartë se sa çfarëdo profesioni tjetër. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës së Kosovës ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar i Shëndetit Publik që punëtorët e arsimit i kenë si prioritet për t'i vaksinuar me vaksinat kundër COVID-19. Për zhdukjen e papunësisë, si një nga premtimet e fituesit të zgjedhjeve të 14 shkurtit, ka pak optimizëm. Albin Kurti është zotuar se qeveria e tij nuk do të lejojë që 100.000 qytetarë të Kosovës të jetojnë me më pak se €1 në ditë. Megjithatë, kjo po shihet për te pritjeve që dikush ka në Kosovë. Kjo pasi që, siç po thuhet, qeveria nuk ka shkop magjik për të ndryshuar këtë gjendje. Fituesi i zgjedhjeve legjislative të 14 shkurtit në Kosovë, Albin Kurti, jo rallëherë ka deklaruar se Kosova është shkatruar nga papunësia dhe korrupsioni. Për këtë ai është zotuar se nuk do të lejojnë që qytetarët të jetojnë në varfëri ekstreme. Në programin qeverisës Krejt dhe Drejt përmenden edhe disa politika që do hartojnë siç thuhet për të zhdukur varfërinë ekstreme. Qeveria jonë nuk do të lejojë që 100.000 bashkëqytetarë të jetojnë me më pak se €1 në ditë. Si përmes politikave të punësimit sezonal, fondeve të ndara për gjetjen dhe mbështetjen e mundësive për punë, sporadike dhe nga shtëpia të këtyre familjeve, masave të edukimit apo rishikimit komplet të skemave të mbështetjes sociale, do të kujdesemi që të jemi pranë atyre që më së shumti ka nevojë për dorën e publikës. Njëherazi do të mundsojmë shpërndarjen e kuponeve monetar, që do të mund të shfrytëzohen nga ana e përfituesve të ndihmave sociale, ekskluzivisht për blerjen e produkteve ushqimore esenciale të prodhuara në Kosovë, thuhet në programin e lëvizjes vetëvendosje. Megjithatë, nga shoqëria civile premtimet të tilla po konsiderohen vështirë të realizueshme. Drejtoresha e lëvizjes FOL, Megjide Demolli Nimani, thotë se nuk mund të pritet mrekullin nga qeverisja në ardhje. Fjallën zhdukje nuk e kisha përdor, mund të themi zbutje eventuale, sepse zhdukje është shumë optimiste, shumë për te i pritjev që i ka dikush sot në Kosovë. Për më tepër, ajo thekson se ndër vite është shkatruar edhe sistemi i drejtësisë, kur prioritet kryesor do të duhet të ishte luftimi i korrupsionit. Jemi shumë larg nga një vend që një investitor potencial do dënte të investante. Rasti i fundit me subvencionet sa i përket Ministrisë së Bujqësisë.
Kështu mendon edhe kryetari i Sindikatës së Pavarur të sektorit privat të Kosovës, Jusuf Azemi. Formaliteti i madh ka bërë vetën që punëtorët shpeshherë hezitojnë të punojnë sepse nuk mund të punohet pa kontratë pune dhe pa mbyllshmërinë të ligjit të marrëveshjes kolektive. Azemi shprehet se nuk janë të rralla rastet ku si pasojë e shkeljes së ligjit nga ana i punëdhënësve, punëtorët nuk duan as të punojnë. Krijimi i kushteve ose thithja e investitorëve të jashtëm, krijimi i kushteve për investitorët të jashtëm është hapi më elementar për të cilën sigurisht se me kapitalin e jashtëm do të krijon vende të punës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2019 kanë qenë 22.6%. Kryetari i komunës Ardian Gjini ka nënshkruar sot marrëveshje partneriteti me OJQ Roma Versitas Kosova. Kjo marrëveshje parashet që të zhvillojë aktivitetet e projektit Edukimi, Punësimi, Partneriteti dhe Barazia Gjinore. Formula suksesit për Romët në vet në kuadër të këtij bashkëpunimi, Drejtoria e Arsimit dhe ajo zhvillimit ekonomik do të jenë pjesë aktiviteteve që zhvillon Roma Versitas Kosova për implementimin e të gjitha planeve aksionale të projektit, e që janë bursat për nxënësit e shkollave dhe zhvillimi praktikave profesionale. Kjo marrëveshje nënshkruhet në ditën ndërkombëtare të diskriminimit zero për të shprehur qartë që në këtë botë të gjithë jemi të ndryshëm, por të barabartë. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe njëherë disa nga titujt më kryesor të këtij edicioni. Vizita për 3 ditë rresht të përfaqësuesit special të BE-s Miroslav Lajçak në Kosovë nga profesorit i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti po shihet si rutinore. Hoti tha se vizita e tij ishte paralajmëruar kohë më parë. Në spitalin e përgjithshëm të Gjakovës janë duke u trajtuar edhe 12 pacient nga Shqipëria, e që janë të infektuar me Covid. Një grua nga Gjakova ka tentuar të vetvritet duke konsumuar medikamente në sasi të pakontrolluar. E njëjta është dërguar në spitalin e Gjakovës dhe është duke u trajtuar. Në fshatin Bes të Gjakovës nga sot ka filluar të ndërtohet shtëpia re familjes 5 antarësh Azemi. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin syrivizvision.tv. Mirupafshim.